çdo prind e motivon fëmijën nëpërmjet një përforcimi. Çdo prind I thot fëmijës që nëse ti do marrësh nota të mira dhe do dalësh mirë në shkollë, do të blej një biçikletë, do shkojmë me pushime, pra flasim për përforcues që janë edhe shumë të mëdhenj, domethënë që merren edhe në fund të vitit shkollor. Pra, do të blej. Kemi dhe përforcues ndoshta që nuk janë aq të dukshëm, ëh? Po themi një shikim, një përqafim, një fjalë mirë, një kompliment, janë të gjitha këto që nuk janë të prekshme. Të prekshme, por ne këto I etiketojmë përforcues social. Dhe në fakt rekomandimi është gjithmonë të mund të punohet me përforcuesit social, sepse I kemi armë me vete. Domethënë ne kemi me vete një përqafim, ne kemi me vete një fjalë të mirë, ne kemi me vete një shikim të ëmbël, një përqafim, një puthje, një ledatim, domethënë edhe është shumë mirë që ne këto t'i përdorim në vendin e duhur. Pra, nëse ne këto I përdorim jo në vendin e duhur, pra në një tantrum për shembull, po t'i rikthehemi, zgjedhim që ta përqafojmë fëmijën më një herë, pra për ta tentuar mënyra të tjera që ne përmendëm, po për ta qetësuar, zgjedhin ta përqafojmë më një herë, në fakt kjo është një përforcim për tantrumin. Dhe nuk e kuptojmë mbas që si ka mundësi, unë e mora me të mirë dhe vazhdon, domethënë dhe persiston dhe herë të tjera dhe e kërkon me tantrume. Po, sepse pa dashjen tonë kemi përforcuar tantrumin nëpërmjet përforcimit social.